Faktikisht edhe goda që është ndërtuar që në vitit në shekullin 1600, domethënë që nga vitin 1600, shekullin 16 dhe pastaj në vitin 17 ajo mori një formë në qelç, pastaj që filloi dhe avash. Këtu e kanë filluar dhe kjo është prezantimi i bukur, kjo është kupa, kjo është një gotë shampanje që në vitet e 1900 arriti që të shprehesh edhe nga Marie Antoinette në shekullin 17, u persifikua kupa e femrës gjoksit për nder të femrës. Marie Antoinette. Marie Antoinette. Dhe arritën, pavarësisht se ishin mite, për të thënë, por në mbrëmjet aristokrate që krijoheshin në Paris, të gjithë dizajnet me qelçin e Anglisë, venecianët krijuan dhe me mitet dhe me historinë e Greqisë krijuan këtë gotën shumë elegante. Më pas në pjesën e luleve, sepse dhe gota flu që ka prosecco ose bulzat shampanja, është për nder të tulipanit të lules, edhe ka formën e një tulipani. Nëse jemi këtu, më thënë kjo është një të dyja. Pra, le temi që ajo përdoret, ne thamë për proseccon edhe për pjetë me gaz, me shampanjë, po janë të dyja variante të shampanjës, apo jo? Kemi dhe variantin e rumbullakët, që është ajo përcentit avontiz, e ke parasysh atë, ai model. Unë mora një linjë që është linjë që shkon edhe për tavolinat e familjeve dhe të gjitha, sepse kjo është një linjë shumë elegante, dizenjuar në vitin 2025, dhe ajo shkon, sigurisht është ajo kupa, prandaj edhe persifikohet të gjitha. Dhe godat e verave janë të ndryshme, ose të shampanjave, ose të proseccove, po këto kjo është një linjë e këndshme dhe është kristali, domethënë. Në këtë gotën e parë që është për shampanjën, a mund ta përdorim për të koktejle? Po, përdoret. Tashmë që ne jemi në këtë botën e festave, koktejlet për femra, është janë elegante, se zakonisht përdoret për femrat, mund të përdoret për çdo lloj koktejli.